Eksperti botëror i financës ka dhënë alarmin. Jemi në prag të një kraku financiar botëror edhe njerë. Ndiqeni me vëmendje këtë material për të mirën tuaj, për të mirën e të gjithëve. Para disa ditësh kisha bërë një video për sa i përket çfarë po ndodh në Amerikë dhe doja të shtoja diçka tepër të rëndësishme që dikush nuk e ka kuptuar. A e dini se sa është debiti shoqëror dhe financiar i Amerikës? 35 trilion dollar. 35 trilion. Nuk e di më kuptoni apo jo. Pra, gjithë Amerika ka një debit 35 trilion dollar. Dhe pyetja ime është, ku janë gjithë këta miliarderë që thonë që janë miliarderë? Ku i kanë lekët? Ku i kanë quar parat? Sepse në qëse kanë para, i kanë brenda shtetit tyre, apo jo? Ndiqeni me kujdes këtë material. Kush është rastësisht do t'i lutesh t'i bëni like faqes, nëse nuk e ka bërë ende, dhe ju faleminderit që jemi për bashkë. Ray Dalio, që është një nga presidentët më me zë në botë për sa i përket financës, ka dhënë alarmin. Ray Dalio është presidenti i një kompanie të suksesshme që quhet Bridgewater. Bridgewater është një kompani që manovron rreth 150 miliard dollar. Pra është një njeri jo do si do, por një njeri që kupton shumë. Dhe ai e kishte parashikuar, ose ndoshta e dinte, këtë ne nuk e dim, që përpara disa muajve, përpara se të ndodhte kraku financiar i vitit 2008. E njëjta gjë ai kishte kuptuar dhe kishte thënë edhe në disa emisione në vitin 1990 në Japoni. Pra është një zotëri që është tepër i informuar dhe për më tepër këto deklarata kështu janë vërtet dritëruese, sepse në një krak financiar botëror ndodhin shumë probleme. Problemet kaq të mëdha sa që nuk e keni iden. Shiko, mjaft të kuptoni kur bie ndonjë tërmet ose kur ka ndonjë tajfun. Shikojni njerëzit si plaçkitin shtëpi apo supermarkete apo njerëz në rrugë, ë? Sepse njeriu është tepër ignorant. Njeriu ha njëri tjetrin. Dhe nëse ndodh një gjë e tillë, thash kush e di se çfarë mund të bëhet. Dhe ndoshta mund të bëhet e qëllimshme, sepse është vendosur që një pjesë e madhe duhet të pastrohen. Tani, Ray ka bërë dhe diçka tjetër që u interesova dhe pash sepse u kisha parë një video para disa ditësh të një amerikani pikërisht për këtë, për paralajmërimin që ai ka bërë, por u informova dhe pash disa aksione që ai ka tërhequr. Ka tërhequr aksione dhe i ka vendosur në aksionet në Kinë, në Indi, në Japoni dhe në Kore. Si ishte mundur? Pra të heqë ai miliona dollar dhe t'i investoj diku larg, jo brenda Amerikës. Mos është koha që me të vërtetë ashtu që thot ai që mund të ndodhë diçka, pra një krizë financiare. Tani dikush nga ju mund të thotë që po mirë, ç'na duhet ne kriza financiare e Amerikës. Në radhë të parë njerë, për ata që janë në Amerikë, shqiptarët që janë në Amerikë, duhet që të jenë të informuar, sepse shumë njerëz punojnë çdo ditë dhe shumë pak janë të informuar ose nuk thjesht neglizhojnë dhe nuk informohen. Dhe ky është pikë së pari për ju që gjendeni në Amerikë. Kujdes. Kujdes me të ardhmë financiare që keni, investoni në vende të tjera, kujdes sepse mund të ndodhë çdo gjë, nëpër banka apo ku ta di unë. Dhe tjetra, përveç juve që jetoni aty, pra dhe të tjerët që jetojmë jashtë, çdo gjë që ndodh në Amerikë ndodh në botë. Pra çdo kriza financiare që ndodhi në Amerikë mori tajfun gjithë botën, apo jo? Sepse ndodhi në vitin 2008 dhe dal nga dal shkatërroi një pjesë të madhe të Evropës, të Azisë, derisa arriti në Afrikë. Pra një problem financiar botëror një problem financiar në Amerikë bën që të ndodhë një problem financiar botëror. Dhe për këtë jam i bindur. Dhe nëse ndodh një gjë e tillë, ne duhet jemi të përgatitur. Sepse duke filluar që këtu, si ju thash, mund të fillojnë problemet e mëdha. Sepse viti 2030 po vjen dhe duhet jemi gati, sepse për të arritur vitin 2050 duhet çdo njeri të jetë gati. Të jemi të gatshëm për një evoluim të madh të njerëzimit. Por unë do t'ju them se përse duhet jemi gati tani. E pata thënë me
superlativa para disa javësh në një video, por do t'ja u përsëris edhe një herë, disa nuk e kanë parë ndoshta, dhe është mirë që t'ja u përsëris. Mendimi im, çfarë po ndodh tani në këtë moment? Në këtë moment, Trumpi kishte vendosur prej kohësh që të pastronte një pjesë të miliarderëve dhe një pjesë të parave që janë të bllokuara në disa oligarkë të mëdhenj. Tani, ju mendoni që Trumpi është u intereson me një fjalë për xhepin e tij? Jo. Ati intereson shumë, me një fjalë që Amerika të rikthehet edhe një herë ashtu siç ishte, pra makes America again. Të bëjmë me Amerikën si edhe një herë, si dikur. Sepse Amerika ishte, themi, i kishte hapur dyert të gjithë botës, çdo njeri shkonte aty, bënte para, e ku ta di unë, ndërsa kohët e fundit ka probleme serioze. Dhe për ta bërë këtë, që të rikthehen këto të ardhura financiare që të lëvrojnë, sepse ato janë të ardhura financiare. Pra, në qoftë se ne kemi një debit 35 trilion dollar të Amerikës, merreni me mend që unë vetëm të bëj një llogaritë atyre që janë oligarkët më të mëdhenj, duke filluar të gjithë një mesatare, 10 që e parë, janë me 500 miliard dollar. Po, duke filluar nga 200 deri në 500 miliard dollar. Pra, mos themi ata me 200 milion, ata janë të vegjël fare. Por në qoftë se bën një llogari të këtyre 50 apo 100 të grupit të parë të këtyre që janë miliardera, merreni me mend, ata kanë pothuajse gjysmën e të ardhurave financiare shtetërore të Amerikës. Pra, në qoftë se si do t'ja u marrësh atyre pasuritë, si do ja marrësh? Ti duhet ta pickosh atë që ti marrësh pasurinë dal nga dal. Po si do t'ja bësh? Ti duke ngritur inflacionin, ata janë të detyruar që të pagojnë taksa, të pagojnë para, dhe nuk preket njeriu i thjesht, por preket pikërisht ai që ka shumë para dhe ai që ka shumë pasuri. Pse? Sepse ka për shembull apartamente që jep me qira, ka shtëpi, ka zyra, ka biznese. Të gjitha këto, të gjitha së bashku prodhojnë para, por ti si do t'ja heqësh? T'ja heqësh vetëm me taksa parat. Pra, duke vendosur taksa, bie shuma e këtyre oligarkëve dhe mbeten në shtet. Dhe Trumpi ka bërë një lëvizje tepër të zgjuar dhe tashmë e kanë kuptuar që të gjithë, por ata që të ashtu quajturit deep state nuk i njeh askush nuk e di se kush janë. Pra, mund të ketë në një ide, ose mund edhe ta ketë nën tavolinë Donald Trump listën e tyre, por ai nuk mund të bëj dot gjë vetëm. Dhe vetmja mënyrë është që ai të vinte këto taksa që të shpërndahen në të gjithë botën, këto taksa, në të njëjtën kohë dhe bota ta dërmoj me taksa Amerikën, dhe kjo bën që të lind inflacioni. Dhe ku lind inflacioni, pra lind që ti bie vlera e shumë gjërave, ose rriten shuma e sendeve. Për shembull, në momentin që ti pagon taksa, rritet vlera e monetare, por bie vlera për shembull atyre që kanë shtëpi. Pse bie vlera? Bie vlera sepse ata duhet të pagojnë taksa. Nga momenti që pagojnë taksa, një pjesë atyre të ardhurave financiare shkon në shtet. Kështu që edhe sikur të jenë 1 euro, 10 euro, 100 euro ose 1000 euro, por të gjitha së bashku bëjnë shumën e madhe. Pra, në momentin e një inflacioni, bie pushteti i atyre që kanë pasuri dhe rritet mirëqenia sepse rritet buxheti shtetëror dhe rritet njëkohësisht mirëqenia e vendit, popullit. Por mirëqenia e popullit rritet më vonë, sepse nuk bëhet me njerë, sepse nëse do ta bëj me njerë atëherë kuptohet loja, kështu që do bëhet me shumë ngadalë. Ndaj e kam thënë dhe njerë që derisa të vi viti 2030 do ketë shumë lëvizje, por kur të vi momenti viti 2030, pastaj do jetë më e lirë rruga për në vitin 2050. Kështu që mbani mend, 4-5 vite, në qoftë se ndodh tani një krizë financiare, për 4-5 vite do kemi rënje të ndjeshme. Rënje të ndjeshme
që do ketë pak vështirësi, por mos keni merak, sepse të varfrit e kanë hedhur gjithmonë, janë të aftë që të ecin dhe të mbijetojnë. Ata që preken më shumë janë pikërisht si thash ata të pasurit, pra ku ka pasuri. Pasuria e madhe rrëzohet, ai në momentin që arrin në shtet, shteti vë pastaj sankcione të tjera në popull, të mira, ndonjëherë për të ndihmuar edhe popullin, ashtu siç e ka bërë dhe Evropa para 2 viteve, dhe rrit mirëqenien e popullit. Por së pari duhet i marrin parat oligarkëve të mëdhenj. Dhe për të marrë parat e oligarkëve të mëdhenj, duhet se s'bën me fjalë që të gjithë të vuajnë të paktën 4 apo 5 vit, ndoshta edhe më shumë. Ky është mendimi im. Megjithatë mes nesh ka ekspert dhe unë do dëshiroja një komentin tuaj. Ju çfarë mendimi keni? Tani ju uroj një drekë të mirë, pres komentet tuaja, dua t'i lexoj sepse padyshim ka dikush që kupton nga këto gjëra dhe do dëshiroja një komentin tuaj. Presë, hajde, kalofshi bukur, drekë të mirë.